akt tjetër antikushtetues për pronarët, prej muajsh për faturat e larta të OSHE. Mbi faturime sipas tyre janë abuzive. Banorët janë ankuar se marrin borxh. Berin Këlliçi dhe kryetaria e LRI-s Florida Kërpaçi janë shoqëruar në komisariatin e policisë numër 4 të Tiranës pas vendosjes së traut në shtëpinë e kryeministrit. Nuk ka bërë të qartë nëse kjo do të shkojë për te qershorit, duke patur parasysh edhe kundërshtimin e Francës dhe Holandës. Maj, dhe u zbuluan nga filmimet se ka sulmuar institucionet si dhe punonësit e policisë me bomba molotov, kapsolla, flagadan, si dhe sende të lidhur me zonat detare. Ndryshe nga një javë më parë, kur kishte përcaktuar fundin e majit si datën e finalizimit të antarët e Partisë Demokratike, burime nga Selia Blu bën të ditur se takimi i Bashës si dhe antarët e kryesisë së Partisë Demokratike janë bërë bashkë për të diskutuar 18 vjeçar kumbulla. Ndërkohë që Reja kalon jashtë liste 2 futbollistët, Endri Çekiçin dhe Taulan Seferin. Trajneri gjithashtu është shprehur se biznesesh nga gjithë Europa. Siga Lunika është e para kompani në Shqipëri e cila futi shitjen online të sigurimeve. Në fund të edicionit ju do të keni mundësi të ndihni e kaluar. Rritja e çmimit propozohet në një kohë që u sjell kanalizimet e rare rezulton një nga kompanitë më fitimprurse në Shqipëri. Ben Ahmetaj vuri në duke faktin që buxheti nuk është cënuar nga zhvillimet elektorale, ndërsa nuk ka pranuar ndonjë efekt të mundshëm të burimeve. Ka arrestuar një shtetas për trafikim të lëndëve narkotike, i dënuar me 7 vite e 4 muaj burg. Policia ka bërë me dije që në pranga ka rënë shtetasi Qamil Muçaj 46 vjeç, në njësim 5 në shëmbjen e disa ambienteve të shkollës Kristaqe Rama. Nga Bërgjita ku ka prezantuar administratorin e kësaj njësie, kryetari Velia i tha se do të ketë zero tolerancë ndaj shkelcëve të ligjit. Prej 2 ditësh është hequr fotoja e Shpëtim Gjikës. Vetë ky fundit e denoncoi në Facebook zhdukjen e fotos së tij. Është kja aktuar teleshikues mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë. Janë 242 familje të cilat do të mund të strehohen në këto pallate të ndërtuara nga Bashkia e Tiranës vite më parë. Në mbledhjen e parë pas asaj të konstituimit këshillor, pasi parlamenti autorizoi prokurorin për arrestimin e deputetit socialist Armando Prenga, një tjetër deputeti socialistës Pojqarku të Lezhës ka dorëzuar mandatin e deputetit. Bëhet fjalë për deputetin Arben Doka, ka qenë ligji për arsimin